Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra që sonte prezent në këtë takim, në këtë xhami. Selamu alaikum wa rahmatullah. Zoti ju shpërblyf për prezencën, për mundin që keni marrë të jeni sonte së bashku në këtë takim, në këtë shtëpi nga shtëpiat e Zotit, që të mësojmë nga fjala e Allahut, nga udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për një ngjarje madhore që jemi në pritje, për një muaj të madh që për neve si musliman ka një rëndësi të veçantë. Falenderoj Këshillin e Bashkëtorëve në Skenderaj, kryimamin e nderuar që u drejtua me fjalë për këtë organizim, për këtë mundësi, për aktivitete të vazhdueshme që jeta në Skenderaj të jetë një jetë e organizuar fetarisht, për përpjekjet e vazhdueshme që besimtarët të jenë bashkë, të lidhur e të rrethuar rreth hoxhallarëve tyre. Sikur që gjithashtu të falenderoj Hoxhën Elbasanin, Zoti e ruajt, për aktivitetet, për këtë xhami të bukur që ka qenë sebeb dhe është përkushtuar që të ndërtohet së bashku me dashamirët dhe shokët e miqt. Zoti e bëft një shtëpi të Zotit ku besimtarët me të vërtetë gjejnë qetësinë, gjejnë prehjen, gjejnë mundësinë që Allahun të adhurojnë, por edhe shërben në lidhjen e radhëve tona dhe fuqizimit të raporteve mes vete. Të nderuar, sikur që edhe keni lexuar, edhe keni dëgjuar, tema sonte është për Ramazanin. Por Ramazani është një muaj aq i begat, aq i pasur, saqë me të lidhen jo me dhjetra, por ndoshta me qindra tema. Shumë tema lidhen me këtë Ramazan. Madje mund të themi me plot guxim dhe përgjegjësi se të gjitha shtigjet e jetës, të gjitha kërkesat e përditshmërisë, të gjitha çështjet e jetës tonë ndërlidhen me muajin Ramazan. Andaj ora rastësisht para tanë, tër vitin e kanë ndërlidhur me Ramazan. Sikur që keni të njohur atë thënien që edhe xhallarët u kanë përcjell, 6 muaj para se me ardh, janë lutur që Allahu t'ua mundson me arrit si duhet, e 6 muaj pastaj janë marrë me pasojat dhe frytet e këtij Ramazanit, duke lutur Allahun që Allahu t'ua pranon. Sonte do të flasim për një dimenzion të rëndësishëm të vetdijes së besimtarit karshi adhurimit, karshi Ramazanit. Përgjegjësia. Do të thonë përgjegjësia dhe të jesh i përgjegjshëm karshi një detyre, karshi një obligimi të caktuar, karshi një çështje të caktuar, është tregues i vetdijes. Është tregues se, domethënë, e ke kuptuar ç'është duhet çështjen, prandaj je sill me përgjegjësi. Prandaj nuk kërkohet përgjegjësi nga askush tjetër përse nga njeriu. Kërkohet përgjegjësi nga ai që ka mendje, ka arsye të shëndosh. Madje njeriu që ka probleme zot na ruajt mentale, nga ai nuk kërkohet përgjegjësi. Ai nuk ka as përgjegjësi penale as juridike, për shkak se realisht nuk i funksionon mendja. Prandaj nuk mund të kërkosh nga ai përgjegjësi. Përgjegjësia është për njerëz e mençur, që arsyeja ju punon dhe vetdia është aktive. E ne si besimtar, të nderuar vëllezër, duhet që këtë vetdije dhe këtë përgjegjësi ta kemi aktive vazhdimisht në gjitha porët e jetës, edhe në raport me Allahun, edhe në raport me njëri tjetrin. E në raport me Allahun manifestohet kjo përgjegjësi në kujdesin tonë për adhurimet që Allahu xhallahu ala i ka kërkuar nga ne që përmes adhurimeve të arrijmë tek Allahu xhallahu ala. Përmes adhurimeve ta shprehim përkushtimin tonë, që përmes adhurimeve ta dëshmojmë prezencën e besimit në zemrat tona. Nga se adhurimi realisht është treguesi kryesor se imani në zemra funksionon, është aktiv dhe është i gjallë. E veçanërisht kur bëhet fjalë për obligimet dhe shtylla sikur është agjerimi. Pa e përgjegjësia nën kupton që ti të sillesh me vetdije karshi një detyre të caktuar. Të kuptosh se bëhet fjalë për diçka që është obligim. Përgjegjësia nuk kupton edhe të kujdesesh për organizimin më të mirë të mundshëm
që atë që kërkohet për te me kry që është duhet. Edhe kjo është përgjësi. Përgjësi është ndjenja e brendshme që shëndrohet në breng, të vazhdueshme aktive, motiv, frymëzim të vazhdueshëm që të shtyjnë që atë obligim, atë detyrë, atë që e ke marrë përsipër, me kry që është më mirë e mundshme. Prandaj, këtë temë të përgjësisë e kam da në tri nivele, mund të themi me 3 pika kryesore. E para të nderuar vëllezër është përgjësia që po flasim për te, realisht mbi çka ndërtohet, ku mbështetet. Kjo përgjësi që po flasim për te du të më ndërtu njëre, pastaj edhe me funksionalizu. Në këtë xhami s'kishim pas mundësi me falë yatsin tash, sikur mos se ishte ndërtuar. Është dashur me ndërtu, pastaj me hap dhe me e funksionalizu. Andaj ne kërkojmë një përgjësi funksionale, një përgjësi aktive, ka muajit Ramazan. Përqen e tillë duhet të jetë ndërtuar. Dhe përqen aktive si duhet të jetë ndërtuar në shtylla të fuqishme, që tregon madhështinë e Ramazanit dhe tregon nivelin e lartë të kësaj përgjësie. Mbi çka ndërtohet kjo përgjësi të ndërtuar? Ku buron forca e kësaj përgjësie? Dhe ku buron vetdia jon për këtë përgjësi? Fillimisht buron tek obligimi, tek autoriteti që e ka bërë obligim këtë Ramazan. Të ndërruazër, ju dini mirë njëtë në përdishme. Sa është autoriteti më i lartë, kërkesa është më rëndësishme, dhe përgjësia është më e madhe. Nuk është për shembull njëjtë si kërkesa e zakonshme e dikujt, si kërkesa për shembull që vjen nga një autoritet apo një institucion i lartë. Nuk është e njëjtë. Nga se këtu për shembull mos përfillja ka pasojë minimale, po s'ka fare, ndërsa atje ka pasojë madhore. Andaj vazhdim nga autoriteti edhe është forca e reagimit dhe shprehet edhe përgjësia. Shikoni për shembull, për neve në jetën tonë, çfarë autoriteti janë prindrit tonë? Janë autoriteti pa kontestueshëm. Prindi është një autoritet i pa kontestueshëm. E pse fat keqësisht në kohët e fundit synohet që kjo autoritet të kontestohet, realisht të zbehet. Po ne nuk duhet lejuar, ne duhet vepruar si me vlerave tona, ku prindje ka vendin e vet, që ja ka garantuar Zoti i gjithësisë, askush tjetër. Dhe paramendoni kur ky autoritet kërkon prej te diçka, Allahu te barekuhu teala, domthon na mëson që reagimi të jetë në nivelin më të lartë precis, wala taqul lahumā uffin, as uf mos thuj. Do të bëj i përgjithshëm edhe në reagimin e momentit ku ai reagim mund të nga njëra edhe i afektit, i pa qëllim. Edhe aty bëj kujdesshëm, domethënë me përgjësinë maksimale sillu kashi kërkesave pritnore. Pse? Për shkak se është autoritet. E kur Allahu kërkon nga ne një obligim, çfarë autoriteti për ne është Allahu? Është autoriteti pa alternativi, pa kontestueshëm, apo? Autoriteti suprem më i lartë në jetën tonë është Allahu te barekuhu teala. Për këtë arsye, sikur se ka thënë Abdullah ibn Mesudi edhe shumë nga të tjerët pas tij, se kur Allahu na thret në Kur'an me thirrjen ja ejuhalladhina amanu, e që keni besuar, hapni veshët mirë dhe hapni zemrën, nga se një urdhër po kërkohet nga ju të zbatoni, apo një e keqe po kërkohet nga ju që ta braktisni. Diçka po kërkohet. Prandaj, së pari, kjo përgjësi ndërtohet mbi bazën e autoritetit. Ai që e ka obligu, Ramazan është Allahu te barekuhu teala. Prandaj edhe një përgjësi e ndërtuar mbi bazën e kësaj njohurie, mendoj që është tjetër nga, ndoshta, një përgjësi tjetër e ndërtuar mbi një autoritet komplet tjetër. Për neve të ndërruar nuk ka autoritet më të madh se Allahu xhalla xhelalu. Edhe në kuptimin e informatave, njohurive, dispozitave, rregullave kështu me radhë. Prandaj Allahu xhalla kur ka lavdruar besimtarët që janë me pejgamberin alayhis salatu wasallam, që kanë besu drejt dhe ka përmend pikat kryesore të besimit të tyre, Allahu në fund të ajetit ka përmend se tregues i funksionimit të këtij besimi është sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u nështruam. Kjo tregues. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi. I dërguari ka besuar në tëra që i ka zbrit Allahu te bartala. Edhe besimtarët, wal mu'minun. Besimtarët kanë besu, kullun, të gjithë së bashku kanë besu. Në Allahun, me lajket e kështu me radhë deri në fund, këto janë çështje e besimit. Tregues i funksionimit të besimit dhe i trajtimit të besimit në përgjithësi është
reagimi i tyre i duhur me përgjegjësi karshi asaj që Allah i ka ftuar duke thënë sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe nështruam. Prandaj shtylla e parë të ndërvëzër e kësaj përgjegjësie që ne kërkojmë karshi Ramazanit është të kuptojmë me bindje të plotë se nuk është urdhër i zakonshëm, nuk vjen nga çdo kush, por vjen nga Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo e bën besimtarin me përgjegjësi maksimale mundësi, apo me kujdes maksimal, karshia asaj që po flasim për të. Aja që ka gjithashtu të ndërvëzër është më rëndësishme përmend mbi çka ndërtohet kjo përgjegjësi është edhe lehtësimet që e shoqërojnë agjërimin. Shikoni me çfarë kujdesi Allahu te bareke te ka trajtuar agjërimin dhe sa kujdesshëm Allahu xhallahu ala e ka bardhë këtë obligim tek besimtarët. Dhe gjitha këto lehtësime realisht ngjallin përgjegjësi. Ngjallin përgjegjësi. Edhe një të përditshme. Dikush sa më shumë ti lehtëson punë, më shumë përgjegjësi morale ke ndaj tij me qenë mirënjohës, falëndërues apo. Dikur për shembull që ta kryeni punë, po realisht me 100 vështirësi, me 100 telashe, e keni përgjegjësi, po jo si ndaj atij që kreti ka kry. Me shumë lehtësi dhe me shumë dignitet dhe kujdes. Shkoni për shembull, mas pari, sa e ka lehtësuar Allahu agjërimin kur na ka thirrë në emër të besimit. Ka se besimi lehtëson çështjet. Sa e ka lehtësuar Allahu agjërimin kur na ka informuar se nuk kemi ngarkuar veç në agjërim, të gjithë popujt e mëshëm, kema kutiba ala alladhina min qablikum. Sikur që është bërë obligim për ta para jush. Sa e ka lehtësuar Allahu agjërimin kur na ka informuar se agjërimi është rruga kryesore drejt devotshmërisë të xhenetit. Është lehtësim? Lehtësim është kjo. Pastaj sa e ka lehtësuar Allahu agjërimin kur ka përmendur se nëse jeni të smur, nëse jeni në udhtim, apo bie agjërimi. Sa e ka lehtësuar Allahu agjërimin kur realisht e ka përgdhel grua në situata të ndihshme kur ajo mund të ketë me cikën apo leone, nuk agjeron. Kjo përgdhelje, ky lehtësim, a nuk tërheq me vete përgjegjësi? Padyshim se po. Përgjegjësi që tash e ti ç'ke marabuti, unë ta kom lehtësu. Unë ta kom mundsu. Ti kom shpjegu gjitha, janë çasto gjitha, s'ka asgjë të paqartë, asgjë të pa spjeguar. Tash ç'është mos të kash kësaj. Këto janë të rregulluara. Ka mbetë vetëm ti ta bësh punën tënde. Para mendoni për shembull të ndërozur veç një detaj mos kishte më qenë i sqaruar në agjërim. Sa i komplikuar do të ishte apo? Ku kush më gjetë shpjegimin? Një detaj më i thjeshtë për shembull. Për shembull Allah më i përmend nga 6-7 vashë si kanë numëruar dietarët, për shembull ato që e prishin agjërimin. Mi përmend 5, 2 më thon ju tash gjeni çfarë ato. Si kush më që puna? Mo është kjo, mos e kompris, po më duket. Për shembull, veç një paqartësi, sa kishte më komplikuar situatën. Dhe në detajt më tim të ka shpjeguar Allahu xhallahu ala me pejgamberin e sa, pastaj dietarët e kanë lehtësuar më së madh, gjithçka është lehtësuar. Edhe shpjegimi, edhe zbatimi, edhe kompenzimi, madje për shembull, s'ki mundësi as me kompenzu, shpagon, s'ki mundësi me shpagu, lirohesh komplet, lehtësim pas lehtësimi. Dhe këtë lehtësim e ka vulosur në fund të jetës duke thënë yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Me gjitha këto dispozita Allah do m'ia lehtësoj juve. Andaj ju çka do të bëni? Andaj Allah kur tha unë po ju lehtësoj, çka të bëni ju? Li tukmilul idda, ju plotësoni veç, plotësoni muajin që duhet. Madhnon Allahun va la'allakum tashkurun, bëuni falërues. Andaj përgjegjësia ju bën më falërues. Më mirë njën të Allah xhalla xhelaluhu. Lehtësimet realisht na bëjnë më të përgjithshëm. Shpërblimet na bëjnë më të përgjithshëm. Shikoj çfarë shpërblimi ka bëu Allah për agjërimin. Hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit, lidhën prangosën shejtan, apo era e gojës së agjëruesit te Allah më e këndshme se çfarë do parfum në dunjë. Një ditë me agjëru 70 vite larg xhenemit. Një ditë nafile, kush e di sa është për farzin. Domethënë, një agjërim si duhet, një muaj Ramazan, Allahu alem për distancën që tash ti e ke garantuar mes te dhe mes zjarmit të xhenemit. Kjo është problem që nuk ka Allah para s'kan, pas për agjërimin. Mundësia që Allah të jap me agjëru, është mundësi që Allah do me ndëru me shpërblime. Ndaj ka shi gjitha këtyre shpërblimet e në vëzër. Qysh na musil? Me rutinë zakonshme, me diçka
normale, apo diçka të veçantë që po ndodh, me një përgjegjësi me të vërtetë që tregon vlerësimin maksimal të këtij lehtësimi dhe këtyre shpërblimeve që Allah po na jep. Pra kur kemi parasysh këto në vëllezër, padyshim se përgjegjësia ngritet, mahet më të larta të vedijes tonë kashik kësaj mirësie dhe begatie që Allahu po na mundson dhe na mundsohet me prit që duhet me kalu që duhet. Në kujtoj këtë gjitha këto shpërbime për çka? Për një braktisje të caktuar mes një kohë tashmë të shkurtër të dimnit, apo që ti braktis ushqimin dhe pijen dhe në fund gjitha këto shpërbime merr. Kush përfiton? Kush përfiton? Çka fiton Allah nga xherimet? Çka fiton? Çka ndodh tek Allah kur ti ngjinan? Çka ndodh? Kurgjë. Çka ndryshon tek Allah kur ti agjeron? Kurgjë. Kush ndryshon? Ti ndryshon. Kush përfiton? Ti përfiton. Kush i ka mundsuar këto gjëra? Allahu te barekuta. Ai të kap shëndetin për ma agjeru. Ai të kap trupin për ma agjeru. Ai të kap mësimin për ma agjeru. Krejtën për ti veç lëviz në drejtim të caktuar. Dhe në fund ti shpërblesh. Gjithë ky kujdes i madh hyjnor. A nuk ngjallti përsi ka dalë bëra, duhet me kom pak më ndryshe? Ka dalë. Po. Ma i përgjithshëm ka shik ti muaj. Sikurse do ta përmeni si manifestohet kjo përsi, por spaku njëherë do na me ngrit këtë përsi. Me ngrit në nivel të duhura, të vedijes aktive, të arsyes shëndosh që realisht ta mundson që me pas një qasje më ndryshe ka shik muajit Ramazan. Prandaj shpëlimi për agjëruesin, lehtësimet, kush e ka po obligim? Ajo që të ndërrozë gjithashtu mbi të ndërtohet përgjegjësia ka shi Ramazanit. Përgjegjësia e madhe që bën aktiv, të organizuar, mos sjell me të vërtet me kapacitetin maksimal në shfrytëzimin e këtij muaji dhe arritjen e fryteve të tij është edhe kush ka agjëruar. Kush ka agjëruar? Nëse agjeron, pjesë e cilit karavan bëhesh. Nëse agjeron, pjesë e cilit grup bëhesh. Kush ka agjëruar gjatë historisë? Njerëz më të mirë. Kanë agjëruar pejgamberët, kanë agjëruar besimtarët e devotshëm. Gjithmonë më të mirë kanë agjëruar. Gjithmonë më të përzgjedhur kanë agjëruar. Momentin kur ti agjeron, futesh në klubin e të përzgjedhurve. Momentin kur ti agjeron, realisht fillon të hapron në gjurmët e pejgamberit Allahu Azza wa Jall. Kur je pjesë e kësaj familje kaq të madhe historike, kur je pjesë e këtij privilegji, a sillesh më me përgjegjësi? Po dishim se po. Ata se tash këtu ka dalë. Për shembull njëri kur të ndërrohet vëllazër, dallon një për shembull i cili është nxënës shkollë e anë se bëhet për shembull staf farsimor apo. Do kemi nxënës, apo nxënës kur e kon presia në kuça që madhe, apo në zhurmë, apo në thim, pse nxënës lëvizin. Tash është staf farsimor, një pjesë e stafit, tash nga objekti i edukimit apo je faktori i edukimit. Ka ndryshuar pozicioni, andaj duhet të ndryshojë edhe sjellja apo edhe përgjegjësia karshi i thonë që ti përfaqëson apo. Andaj ti këne përfaqëson me agjërimin tënd. Ti përfaqëson Muhamedit alayhi salatu wasallam. Shokët e tij, dietarët e mëdhaj, besimtarët, para arsit tonë që e kanë agjëruar këtë Ramazan në rrethana shumë të vështira, shumë problematike. Ti tashmë je ai që po e vazhdon traditën. Me çysh që më vazhdon këtë traditë? Apo si të kupton këtë ka dalë se duhet pak më shumë përgjegjësi, duhet pak më shumë kujdes. Ka dalë. Në çfarë rrethana të para tonë kanë agjëruar Ramazanin? Shumë vështira. Mas parë një sistem me deni komunist me 100 telashe, me mshefje, me dhunem, situata, domthonë raste të paimagjinueshme. Në varfëni, në pushtim, në dhunë, në frikë e kanë agjëruar. Ata janë si me përgjegjësi, nuk e kanë shkpuar traditën dhe ka vazhduar tradita, për shkak se kanë një të përgjithshëm. Tash ajo përgjegjësi e këtij muaji që ta respektojmë, kalojmë se duhet, është bart me neve. Po tash duhet të jetë nivel më të lartë të kvaliteti për shkak se mundësitë më të mëdha. Rrethanat e më ndryshe, lehtësimet janë më të pranishme. Andaj kur e din ti se kë e përfaqëson vazhdimësia kujt je ti, kë është tonë përgjegjësinë. Mbi kë ndërtohet përgjegjësia? Mbi bazën e përkatësisë, ti përket këtij grupi, ti përket kësaj familje të madhe historike. A nuk bën këtë më të përgjithshëm?
Po dyshim se po. Dhe e pesta mbi çka ndërtohet shtylla e pestë, mbi çka ndërtohet përgjithësia karshi Ramazanit, vetdia e shfrytëzimit maksimal të tij, shfrytëzimi i tij me potencialin maksimal. E që gjithashtu është pjesë e përgjithësisë, sikur të ta përmendim, është edhe mos të harrojmë edhe pasojat e mungesës së përgjithësisë. Shikoni, Allah e ka obligim, e ka lehtësu, shpërblime, jemi të nderuar që jemi në karavan në agjeruzve, jemi të nderuar. Mirë po mos harroni, se ka dhe pasoja nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse nuk jemi të përgjithshëm. Gjithë mundësi Allah po t'i jap, normal që ka përgjithësi. Gjithkund ka kështu. Prindi për shembull, i cili kreti ka mundsu që ti jesh një nxënës më i zellshëm në shkollë. Ti ka blerë gjitha pajisjet, është kujdes për ty, për testet e tua, mjetet e tua, shkollim cilësor, shkollim plotësues, keq ka nevojë, keq ka duhet, veç me mësu. Këti ka lecu, në fund këtë regu rezultat të dobët. A të menë përgjithësi? Po, normal. Ma di ndoshta ka pasoja, të privan për diçkave, të kufizon për diçkave, që ta kuptash, do me thonë, pasojnë e mos përfiljes, së përgjithësisë që e ke pas misupet e tua. Edhe Allahu xhallahu ala të ngarkon me përgjithësi. Kime dhonë llogari për këtë. Ta ka mundsu këtë, ta ka mundsu këtë. Çka ke bërë? Sigurisht është përmend hadithin kutsi, që Allahu te bartëra i thotë robët ditën e gjykimit. Ja abdi, o robi jam. A jam unë krijuesit? Po. A të kom mundsu ushqim e pije? Po. A të kom mundsu me lëvizje për tokë? Gjitha leximet i ke pas. Ku është adhurimi? Çka thotë robi? Shikoj me çfarë papërgjësie përgjigjet. Se s'ka mundësi ndryshe nga se ka qeni papërgjeshëm në dunja. Thot, nësitu ja rab. Ku më harua Zot më marr me këtë punë. Tu më me të punë tjera, krejt ku më harua që po do ka me besu. Krejt ku më harua që po do ka me adhuru Allahun te bartala. E Allah i thot, sikur se na ke haruar, edhe sot i haruar. Allah nuk e harron kuptim të dijes, po në kuptim të braktisjes, kuptim të domon injorimit, kuptim të dëbimit nga rahmeti i tij. Asa është kjo tregues se çfarë pasojë ka mungesa e papërgjithësisë? Po, atë ka mundzu, atë ka mëqua gjallar me të mësu, a ke pas familje që të ka mësu, a ke pas lehtësime, a ke pas udhëzime, ke pas, ku është Ramazani? Ku është, jo veç agjerimi, ku është cilësia, ku është ndryshimi, ku është kvaliteti, me çfarë përgjithësie sill karshi gjitha këto nimeteve që të kom jap, me 10 ushqime ndryshme në syfyre iftar, agjerim të lehtë të këndshëm, pa telashe, pa probleme. Ku është produkti, ku është cilësia, ku është ngritja, ku është ndryshimi? Aso është kjo pjesë e kësaj përgjithësie, padyshim se po. Dhe kur këtë ke parasysh, edhe kjo pastaj e ndërton përgjithësinë. Jo veç aspekti i inkurajimit, jo veç aspekti i shpërblimit, por aspekti i dënimit. Prandaj dënin çdo Ramazan hoxhallarët e nisën Ramazanin gati me hadithin e Xhibrilit, kur pejgamberi ka hyrë në shkallët apo të mimberit, e shkallën e para amine, dytën amine, tretën amine. Një nga aminet e tij ka qenë çka? Pikërisht, domethënë, vetëdijsimi besimtar për pasojat e rënda që hudhen mbi atë i cili, domethënë, e arrin Ramazanin e si falen gjinat. Do të me papërgjithësi. Ramazani për si punë ka ardhur, që ti ta përmirësosh raportin me Allahun dhe ta shtosh distancën mes teje dhe mëkatimit. Distanca mes teje mes Allahut është e njëjta, ndoshta më larg, nëse me mëkatin, jo më larg, por ndoshta më afër, ku është përgjegjësia jote karshi shfrytëzimit të mundësisë në Ramazan. Prandaj duhet të pas parasysh të pasojat e ndonjëse që realisht nuk janë të lehta. Wallahi nuk janë të lehta. Andaj gjitha këto 5 pika besimtari me tu e ndërton përgjegjësinë e cila pastaj realisht e mundson një shfrytëzim ndryshe të Ramazanit, më të përgjithshëm, më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, më të vetëdijshëm, karshi begatisë madhore që Allahu te barekuta na ka mundsuar të jemi pranë saj, na mundsohet të më qenë brenda dhe me përfundu si duhet. Mirë, përgjësia ka që Ramazanit ndërtohet mirë, çish manifestohet? Kur një musliman konsiderohet i përgjithshëm ka që Ramazanit? Çish me ditë unë a jam i përgjithshëm ka që Ramazanit? Ka shumë. Edhe këtu i komplement disa pika, po muna me qenë veç praktik me konë. Shumë praktike, po ndërtohet shtylla e parë 2-3 praktike. Edhe këto janë shumë praktike. Disa janë të brendshme, e disa janë të jashtme.
Të ndërudhësër. Ramazani po vjen. Si është gjendja zemrës tonë në raport me këtë ardhi? Si është përmallimi? Si është gëzimi? Si është vërtetësia jote se për një me e gëzu që po vjen? Për çka je gëzu? Çka të bën me u gëzu Ramazan? Çka të bën me u gëzu Ramazan? Nalu me naptën. Përgjegjësia fillon nga brendia. Përgjegjësia fillon nga orientimi dhe lëvizja e zemrës karshi çdo ditë që na afron Ramazan. Çdo ditë që vjen, zemra ka reagim të veçantë, posaçëm. Ka një reagim ndryshe. Dhe kjo dëshmon vërtetësinë e gëzimit apo të kundërt në Allah na ruaj. Pse e gëzuar me Ramazan? Për çka? Valla, diçka po Ramazan bërë, po sa i, po çka? Çka e gëzuar? A i vërtet këtë zim? E kështë më rafë. Pa i presia fillon nga vërtetësia. Sa i vërtet? Sa i vërtet? Edhe Allahu xhallahu te ndërvozër, gjitha sprova që robëve ja çon dunjë, i bën pikërisht për me testu këtë aktivitet të zemrës, në çfarë drejtimi zemra po lëviz. Sigurisht për me Allahu sunan kebut, për sprova që godasin. Sprovat nuk janë veç me fatkeqësi, edhe mirësia është sprova, edhe agjërimi është sprovë. Këtë sprova. Edhe kur Allah xhallahu ala përmend urtësinë e sprovës dhe reagimin e robëve karshi sprovës, çka thot? Wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dhe gjithsesi Allahu xhallahu ala përmes këtyre që u vinë robëve ka me i ditë, me i detektu, me i dalu ata që janë të vërtetë edhe gënjeshtarët. Në pas me Ramazanin dhe reagimit i zemrës tonë që po vjen, mundësia e shpërblimit edhe pastrimit e kështu me radhë, ai i vërtet këtë gëzim. Apo gëzohesh për një me që bëjnë mundësia më të falë gjinat? Apo gëzohesh për një me që bëjnë mundësia më u shpërbly? Apo kjo nuk është nështë në aktivitetet parsore të zemrës? Çdo kur do të thëmë me këshyrë. Do t'jemi të përgjithshëm karshi kësaj me reagim të vërtet karshi mirësive dhe begative të Ramazanit. E dyta të ndërvozër, nga treguesit e përgjithësisë aktive karshi Ramazanit është përgatitja e duhur për këtë muaj. U përgatit. Ai që nuk përgatitet është i papërgjithshëm. Nuk mundesh. Për shembull të ndërvozër, nëse një hoxh vjen me marrë hyrën i papërgatitur. Su përgatit. Njerëzit heshtin, dojnë kohë, kalojnë distanca, vinë, ulën, kush flet, edhe dali papërgatitur total. Çka thonë njerëz për këtë dalje? Ka është papërgjithësi. Përgjithësia është me na marrë hyrën e mirë, aq është. Përgjithësia është me rregull ligjor, me përgatit. Se përgatit i bën i papërgjithshëm. Aq është. Arsimtari më ardhi papërgjithshëm në shkollë. Mësimi se ka përgatit lëndën, se ka përgatit mësimin. I papërgjithshëm, papërgjithësia është kjo. Edhe ti, çysh kemë i në Ramazan? Allahu xhallahu kur tregon për papërgjithësinë e hipokritëve, për me dalë pejgamberi në luftë te Buku, çka thot? Law aradu al-khuruja la'addu lahu 'udda. Sikur të kishte me qenë ata të sinqert, vërtet që thash, se për një me 2 minutë pejgamberit tregues si kësaj vërtetësi cila është përgatitja. Ishin përgatit. E aty nëse i vërtet se për një me po i gëzosh Ramazanit, po i gëzosh asaj që ka i mundëson, ti përgatitesh për marrë që ata. Përgatitesh. Prandaj të vëllezër, përgatitja nuk kupton shumë aspekte. Me njohuri. Tash ti përgatitja është në fazën finale, më e fundit është më herët, po me që ka pa ku, shuzën e mundësin. Duke me njohuri. Lexone, ka broshurat mira, ka ligjëratat mira të xhallarëve, që flasin për dispozitat e agjërimit. Ti mësosh të rregullat, unë s'po të bosh mufti. S'po them që të fillosh me dhon fetva për agjërim. Jo, këtë është japën xhallar këtë punë. Po ti më ditë për veten tonë. Njëri kujtim, çka është agjërimi? Kur u bë obligim? Dispozitat kryesore, çka e prish? Nëse rregulla të caktuara. Madje që ka të bëjë ndoshta me ty konkretisht. Do rregulla më mësu. Përgatitja për adhurimet kryesore që janë në agjërim. Me agjëru tonë tajte. Me fillu ka pak me gjallë natën më tepër, se Ramazan është muaji i namazit natës,
u përgatit. Me frekuentu ma shumë xhamin, nga së është muj që t'lit me xhamin. Është muj që na afran. Ta është disa distanca, barera mi fillu me I largu. Afërsia jonë me zvete, para Ramazanit, është treguar si përgatitjes për një Ramazan më vllaznor, që duhet të jetë më vllaznor. Andaj çdo aktivitet I përbashkët, çdo distancë e larguar, çdo barierë e rënuar, çdo bashkëpunim për Ramazanit është realisht përgatitje për Ramazan më vllaznor. Kështu do të funksionojmë. Kjo përgatitje që po kërkojmë, njohuritë, aktivitetet, adhurimet e caktuara e kështu me radhë. Nga përgatitja është pendimi. A I gatshëm me I shkruan letër 5 gjunoat kryesore që e din se fort qia I ki e që ki që këtë Ramazan Allah me t'i falë. A kërkon t'i falje dhe Allah të falje abstrakt, o Allah falna, me qështu të falna, apo falje është konkrete. Qështë duhet me Allah me komuniku? Me konkrete. A I sahabia ka artë e këpëgamës më konë, ja Rasulullah, unë s'të kom pasu ty për me fitu plash luftës, unë s'kë marrë masaj, kanë për shka I arë, kanë I marrë me më rokë një shtizë që tu, edhe me shku në gjenat. Qatë ku ka qitë gjishtë në ka rokë shtiza. Pse? Qëtë e ka dashtaj. Ti ku e ke qitë gjishtë në gjunave tua? Qëta. Që kërë Ramazan kur të kalën, këtu me shku inshallah. E ke qitë gjishtin, pregaditu. Se si për neve ka të meta të saktuara. Kena të meta në obligime, në dalesa, gjërat pahishme, në sjellje jo korrekte, edukat nështë të pa kompletuar si duhet, nështë raport jo të mirë me zveti, kemi shumë që kemi përmirësu. Në Ramazan së mush këtë mi kry. Mirë po, caktoj. Pregaditu me cëtë mëkate kime lutu Ramazan, beteja që me përfundu me sukses, cila? Kujdesi për namazin, zëshmëria, apo leximi I Kuranit, përgojimi, shikimi, cilën kimi heka për. Lufto për të qka. Kjo përgatitja. Çka tregon se I përgjithë shumë ti? Allahu po thotë se mu I faljes, e unë këtë Ramazan të bime që to. Çto mu fal? Çat falë Allah tjera, mirësi për ti, a mojnë që du më heka për. Unë du me donë nga që Ramazan, me qëto më ka të falëra, me qëto problemet të kryera, me qëto doset të mbyllura, u kry mo, s'ka mo, s'kthena më mrapa. Pejgamberi me ka pa njërit një unas të arit në dorë. E di që unaza e arit për mashkull është haram. Edhe e ka marrë e ka gjujt pejgamberi. Edhe ka shku. I ka thonë njerëz, merr unazën e shite. Të mos e bëj për shite, lejohet apo. Ka thonë, ato që e ka gjujt pejgamberi se ka dore e më kurrë ato. Pse e thash këtë? S'ka lidhje me temën. Pa e ka simbolikën e vet për pendimin. Ato që e ke gjujt, mos e merr mo. Ato që e ke gjujt për hatër të Zotit, se bëj mo, mos e merr mo. Çka ke bunit me gjujt të Ramazan? Cilën unaz kemi e gjujt? Cilën vers kemi e gjujt? Edhe më thonë mo kur një temë se kapi mo, që aty le të ha toka. Le të gëlti toka, se vend në konë varë, se ka vend një time. Çka përgatitja? Çka është përgjegjësia jote? Ka që Ramazanit? Nëse smirësh në Ramazan me gjunat të me çka ke marrë? Me gjunat e kujna? Me të mia ta? Me të hoqës ati? Me kujt kimë marrë? Merru me tuja, ose ki ball tujat. Merru, ki më katë tuja ball, lëshime tuja ki ball. Kjo është përgjithësim precis. Konkretizimi I projekteve në Ramazan, gjunave, dhe adhurimeve që kemi shtu, e kemi përmirësu. Nga, gjithë të ndrozë nga tregues e përgjithësis, që shdo këtë muslimani përgjithshëm në Ramazan, është edhe planifikimi I dur. Planifikimi I dur. Ato që I ceka ma eret ato përgatitjes, ato e ndëmon, normal, çështje të konkretizuar ma që përmërë, më ka të kështë mërë, planifikimi që në kupton. Këtë Ramazan, me rinë Allah të mëndum, planifikoj që mos me lënë sabah në gjami kur. Një muj ditë, ka më falë namaz sabah në gjami. Planifikoj me falë taravit me imamin të rinë në fund. Përshka këtë ka thonë pejgamberi, kush falë me imam të rinë në fund, I shkosi me falë gjithë natën. Planifikoj që këtë Ramazan, apo me vizitu do të afërt në mi. Këtë Ramazan planifikoj, me u pajtu me filan me festeku. Planifikoj. A ke bo plan? Ku e plani? A ke bo plan? Dhe gjithashtu nga tregues të përgjithësisht çfarë masa ke ndërmarrë për realizimin e planit. Nuk kemi planifiku. E çish më ndërmarr masa?
që e që për masa. Për shembull të vëllezër, një njeri ka bu plan që Ramazan me bu kaq hat me kon xhami më shumë, me kon kështu. Në mundësi më po flas. E ka qëllu bashkë në Ramazan, quhet edhe lyn shtëpinë. Apo. Ti plan ke bu, ma mos si ke ndërmarrë, tash hallaka me shtëpis nuk lën me kon plan me jetsu atlan, jo nuk lën. Ka planifiku kogja agent të ngjeshtë të adhurimit në Ramazan, ama një dy seminare ka me shku, pse bën mas Ramazanit, po në Ramazan po më duket këto janë masa. Masa është pakoj punën ato. Pakoj punën në Ramazan. Jo punën në përsi, jo, po një punë pakaja për më shtu një punë tjetër. Normal. Sa të keni mundësi, e di që njerëz kanë obligime, ditën ka më shku në punë këto, s'ban ato, janë pjesë e përditshme, nuk unë milion, po sa të ki mundësi, minimizoj punët e dunjas për me mujt me fitu në hapësirë, në kohë për punë të ahiretit, s'paku në Ramazan. Ndërtojnë një marrëveshje me familjen. Apo, Ramazan, sa ma pak debate. Po mirë me vesh për qëtashti, s'ka diskutime. Sa ma pak kërkesa. Të përkushtojmë në adorim. Apo, kjo është ke marrë masa. Andaj, qëfar masa ke ndërmarë për Ramazan qësor? Për qëtashti, dush me ndërmarë masat. Ka të vëllezën tonë, për shembull, dhe në hamna, planifikon një vit përpara që në Ramazan i kallëzon kolegëve këtë që në Ramazan marr pushim. Ka marr masat kjo. Ky ka marr masat. Kjo po ke kushton tash me pamundësi verës me shkuti ku në pushim dhe ama Ramazanun du me kon. Për shembull dikur s'ka muzikë në Ramazanin. 10 demram të spaku merr pushim. Çysh do koftu, po bëj shembuj tash, nuk i bin këta shembuj tamam gjithkujt. Ti e din çka bën tamam, ama spaku përësia në kupton me ndërmarr masa për jetësimin e planit. Ama jo i planifikon kur vjen, jo s'po bëj, jo s'bëhet valla. Në gjitha këto angazhime s'bëhet. Duhet me ndërmarr masa për më buaptën. Apo. Tash për shembull ti ke planifiku ky ders është lajmëruar që gati 10 ditë, apo që ka më pas një javë le jap, u lajmëru. Allah është përbleft edhe këshillën edhe hoxhën e kët është për shpërov. Ti ke planifiku marrë, po? Apo ke planifiku marrë. Ama s'ke ndërmarr masa për me nda ku më përmarrë. Kur ka i kom thonë filonit që ka më shku tajnë që të ditëm. Të planifikim në ke bo, konkur me tjetë planifikim, s'ke marrë masa, si ke anullu tjerat që ky plan me kona aktiv, që kjo është planifikimi, dhe që të në masët në marrë. Andaj, treguesi përgjithësis tënde për shfrytëzim maksimal të Ramazanit është ndërmarrja e masëve të duhura për jetësimin e planit të përcaktuar paraprakisht. Çka ke ndërmarrë masa? Çka ke bëu ti atë? Për me i lecu vetë adhurimin në Ramazan. Gjithashtu të nëvëzër, edhe nga tregues të përësi që ka shumë, po mos me zgjatë në ders, është edhe jo veç masat e jetësimit të planit, por edhe masat disciplinore për mos jetësimin e planit. Unë nuk kom planifiku, që është tash, këtë, ti këtë saktu. Nëse zbohet, që kime bo, kime në hajri inshallah, këtë vetë së bo, po kismet, a qështu kime bo? Ja. Kime në rënë masa. Për shembull, çfarë discipline parashe për veten tonë? Çfarë mase disciplinore parashe për veten tonë nëse se fal sabah në xhamin në Ramazan? Çka ke para pa? Çka ndodh te ti? Çka bëhet? Ti ke para pa në Ramazan me lezu, për shembull, kaq sasi të Kuranit. Çka nëse nuk lexon? Çka bëhet? Nëse thosh, s'di çka bëhet, ti s'kemi jetë su planat. S'kemi jetë su. Se nefsi i të vëllezër nuk funksionon pa disiplinë. Nuk kaptën. Që gjithkund, çdo institucion ka një kurim, ka rruga, ka shtesa, ka një kurime për punëtor, po ka çka? Masa disiplinore. Që nëse punëtori nuk i përfil rregulloret, çka kanë bëu aty? Masa disiplinore. Apo ja nol pak rrugën, e suspendon, dikur e çet krejt, në pas masa disiplinore. Andaj, para tonë na ka mësuar që të marrim masa në momentin kur jene të pa disciplinuar. Se duhet disiplinë, duhet rregull, pa disiplinë s'ka. E çka nëse nuk jetësoj planin? Çka ke para pa? Për shembull, nëse se fal sabajn, a jap 20 euro sadak. Kime pa të një sabajn nashëm, që është falë?
Se masa i kushtueshme apo. Për shembull. Nëse për shembull nuk e lexon virdin e Kuranit një gjë, sa ke caktuar tash sa ke mundësi me lexuar. Nëse se lexon, çka kemi bën? Thu një orë më pak me flajt apo. E shtoj çat dorë natë. Tani dashnia për gjumin. Diçka dush me ndërmarr. Diçka dush me bë. Për me tregu se i përgjithshëm. Aty ku nuk ka masa disiplinore, s'ka mundësi me pas përgjegjësi atje. Nuk ka. Pra çysh ti lypin në nxas me kuni përgjithshëm, ama s'ka mungesa. Të ndashur nxënës, duani marr shkollë. Duani marr shkollë, mos bani kështu. S'bani mungu, ama s'mari mungesa kur. Apo jo, ndash me pas përgjegjësi të vijimit mësimit, sa këto mungesat. Për ashtu për mungesa, merr masa kemi pa qirvin, që zakonisht. Dashën nxënën mësoni, do të më mësu, ama s'ka provime. S'ka mengjen, s'ka vlerësim. Ku s'ka kësi disiplinë të vlerësimit, apo edhe të dënimit, a ka mësim? S'ka mundësi, njës funksionon, pa njët nuk funksionon, pa masa ndëshkimore. Që të Allahu xhallahu në Kur'an, me gjithë që është autoritet edhe njerëz të dojnë i besojnë, prap Allah ka përzu masën ndëshkimore se njerëzit edhe me xhenem ka pak të më shtyp përpara se pa të secin apo. Andaj edhe ti masën ndëshkimore për vetën tonë. Me çka e ndëshkon veten tonë nëse për shembull zboç. Në kjo tregon se ti i përgjithshëm, se ke caktuar edhe masa disiplinore për realizimin e planit të Ramazanit. Prandaj edhe je i kujdesshëm, prandaj edhe vëmendshëm, prandaj edhe i sinqert. Dhe këtu janë disa nga treguesit të vëllezër të përgjegjësisë. Andaj pjesa e parë ishte biçkandë të përgjegjësia. I përmendëm disa shtylla. Sysh manifestohet përgjegjësia, i përmendëm disa pyetje apo. Që ishte domthon nga vërtetësia edhe vetdia e brendshme, pastaj edhe përgatitja, planifikimi, masat e kështu me radhë. Dhe pjesa për mbyllëse të vëllezër mos më zgjat. Ishte pjesa e parë, me çka ndërtohet. Pjesa e dytë çish funksionon, dhe çish manifestohet përgjegjësia. Pjesa e tretë, domethënë faktorët që ndihmojnë në funksionim të kësaj përgjegjësie. Na pedim tash çish me koni përgjithshëm. Na pedim domethënë çish duket njëri përgjithshëm, po çish më bëj përgjithshëm. E para të vëllezër që të ndihmon me koni përgjithshëm, me i jetësu këto pika, këta tregues të përgjegjësisë është doja e sinqertë dhe ndihma kërkim ndihma Allahut azza wa jalla. Për shembull të ndërlozëm, jemi të sinqertë, kthenu në vetën e juaj. Si është lutja juaj këto ditë për me kalu në Ramazan që është duhet? A jeni të lutë? Sa në ditje e lutë? O Allah, ma mundësë këtë Ramazan tjetë i veçantë, jo si ata tjertë. O Allah, të lutëm, o Allah, të lutëm i e pështeta. Qështë doja? Apo halas këni fillu me vëdohat? Doja, Allah. Pa të ndimu Allahu, s'ka kërgjë. Kaj këtu e në fjallë që atëshme. Kaj këtu e në fjallë. Këto bëhen reale, këto bëhen kuptim plote kur të një Zoti. E Allahu një mën kur kërkon ndihmë për ti. Të ndërëzër, qysh lutët të njëri cili është midis detit, edhe i kapën veç për një gome që çdo moment ka mundësi me shoh. Qysh lutët që njëri Allah i natë, për shpëtim. Qysh lutët? Me këtë potencial, me këtë fuqin, ai tjetër fjalë s'ka, ai tjetër fjalim s'ka, ai tjetër ligjërim s'ka, për atë se ndihmë. Ti në raport me Allahun kuriozim tjetër. Jo ndë kërkesa ansore që i ka dikush po, ama kërkesa kryesore është ndihmë o Allah për Ramazan. Ngritë e përgjithësinë Allah. Mundëso me të jemi përgjithshëm. Ndihmam, lutë Allahun xhallahu xhallahu. A keni nisë me dhon sadak? Minimale, modest, pish punë. Që Allah me të ndihmu në Ramazan. Çka ke ndërmarrë me të ndihmu Zotin xhallahu xhallahu? Ku janë shenjat? A një që lyp, o Allah furnizon pasardhëtarit. Cila është treguesi sa i don pasardhëtarit? Cila është treguesi? Martesa. A shvim pasardh pa u martu njëri. Ta piqilës nuk zbresën. Prandaj ti pelut Allahun xhallahu ala për Ramazan, mi çka ke ndërmarrë? Ndërmarrja kryesore është duaja. Tash natën më qiu para sabat. Edhe lutja kryesore është Ramazani. O Allah, na mundëson me arrit Ramazanin. O Allah, na mundëson të jemi shnash e mirë në Ramazan. O Allah, na mundëson një aktivitet të ngjeshur, me adhurime që ti i kënaqur, me mëkate të falura këtë Ramazan.
Mundësama që në këtë Ramazan të ngritëm si asnjëherë më parë, me një zemër të thyer, një zemër të përgjëruar, të nështuar Allahu te barekuhu teala, që veç Allahu e sheh detin e kësaj zemre për Ramazan cilësor. A keni filluar ç'më bëu? Ç'to dua keni filluar? Ndim, çuçi po kërkon ndim pjallat për Ramazan. O Allah në nima, ç'është? Ço Allah në nima. Jo Allah, jo Allah. Jo. Ti vallahi çora. Ma fuqishëm njëri e lut Allahun dhomë mi ka përsy se Ramazani më ka përsy. E çish po dëm për Ramazan cilësor, ku një dhëm është më i rëndësishëm se sa Ramazani. Lutet për dhëm, spirit duhet me lut, pse jo, dhomë është më ndim dorë vet. Ama Ramazani, më të vëzër, një nga faktorë kryesor, që të mundësëm e koni përgjithshëm është me lut Allahun te barekuhu. Ama fort me lut, sinqerisht. Me lut si ai që është duke thash u zhyt në deti, si ai që është të lashë, sikur se ai që është smut, si ai që ka dhimbje, si ai që ka dert, e ka kaplu një gajle. E pjesë e ki gajle, asë është gajle Ramazania, po vjen në burë, po të shkënë me kalu më rëllam tënë. Të ke pa është ndërë me tarë musafiri, është ndërë me tarë dikush, po është e gajle, këne me pri që është duhet, a dimi bo laf më rëllam, a më e pres, a më e pjethëm në fjallë që po prej këta, a gajle e ki, është gajle. Apo. Edhe kjo është mirësi që po vjene, është kejt gëzim ke, po vallaj gale është, nga se Allah për ma qenë një mundësin, po qështë e ka laj, qëka i thëmë Allah të azogjel për këtë Ramazan të gjykimit, kur thëtë të ko mundësu që ke bo, a është gale, e po kjo gale në qëku për këthejet, në dua, lutje, në kërkim dihme, o Allah një mam, që shtu të lëzën, lutën e Allah në gjellë ora, që Allah të mundësën qenit përgjethshëm, të vëmendshëm, vedishëm, syqel, të kujdeshëm ka shi kësaj begatije, ti musafirit të ndershëm që Allah për në e dërgën çdo vjet për të mirën tonë dhe për dobinë tonë. Nga faktorë ndihmës gjithashtu të vëllezër është përpjekja këmbgulëse. Allahu thotë walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata që japin mend dhe përpjeken vazhdimisht, kena me i udhëzu ka rrugët tona, ka xheneti Allahu të gjithë ka kësia tjetër. Nuk ka pa përpjekje. Nuk ka për shembull u lodha, pa mund s'ka valla. Duhet me kon munu, lodhje, angazhim, përpjekje, s'ka pa përpjekje. Nuk ka. Nuk vjen se në vet. Nuk vjen dikush me kry punët e tua. Ne a ke pa edhe në punë kur je, shpesh nuk shkohet në punë, po s'ki qare pa shku. Do punë s'ban pa i bo atë. Ne dëm përpjekje, dën lodhje atë. Ajete në vëllezër, me dojë për Allah të azhjel i lodhur nga mëkatet, edhe i lodhur nga adhurimet. A ka dallim? E ata që bujnë mëkatet nuk lodhën? Lodhën që nuk lodhën, Allah. është lodhja. Dehja nuk ka lodhja, droga nuk ka lodhja, qëndrimi gjithë natën për diskoteka e vallëzima nuk ka lodhja, vallahi lodhja. Bredhja udha nuk ka lodhja, mashtrimi e rrana nuk ka lodhja, vjedhja nuk ka lodhja, këtë janë lodhja. Ama aja ka qitë sa me që qatë. Apo? Që aja lodhje, ja vlen. Ti me esop të në ja vlen, më lodhë për Allah në të barekuhu teala. A ja vlen më përpjek për xhenet, a ja vlen. A ja vlen me kun këmbgulës, me insistu. Apo. Që ka ja vlen. Andaj, nga faktor insistimi, përpjekja vazhdueshme. Këto këto pika që i përmena, edhe ndërtimi, edhe funksionimi, rrasht mbeten letër nëse s'ka përpjekje. Pa t'java. Në mundë me qitë lejmërim për ders, nëse s'ka mund me ardhë, s'matë Allah. Nuk matë Allah. Nëse s'ni penime, ka ep ka një mund për marë qëtëmë. E ka ep ka një lodhje. E ka ep ka një angazhim për marë qëtëmë. Edhe është jetësu në eja sonte, mashallah, me këtë gjamit të mbushë plëtë Allah është problem. A ne përdem të nërëllazër. Duhet përpjekje, duhet munim. Jo, në atë parë, valla, u lodhë, valla, jo, Allah, nuk është dunja për të lastuarit. Për të përgdhelërit, ja. Donë më lodhë, dunja është vëni lodhës, gjenet është pushim, gjenet është ati, tani atje pushon, këto jarë më lodhë. Edhe muaj, Ramazan është muaj i një lodhë specifike të besimtarit. Nëse s'lodhë në Ramazan, kur ki më lodhë, vladë? Nëse qëto si ja përpjekje, kur ki me më përpjekje? Nëse qëto s'këmgull, kur ki me konë këmgullës? Kë ndihmon përresin, kë aktivizon përresin. Përpjekje vazhdueshme. Non stop, këmgull. Qysh ka thonë pejgamberi sa? Kush e shpeshton trokitjen,
i hapet dera. Bam, 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 o, jaran që ki urëm. Ta qeni dera hapë. Ama kur stroket, shkon në dera, thush, a me trokit. Ko me trokit për këte? Ata qeni dera nej? Sta qenë se s'ke trokit, Allah. Ose veç ke bukrë, a i s'nin. Ti me nëzë vetën e njënë. Ama kur i në zarë, qysh troket? Kur i e farë dhe me ta qeni dera, qysh troket? Ti në zarë me ta qeni Allah dhe në gjenetit. A e në zarë? A si në zarë? Unë jam zarë fartë, vëllab, dhe ju pëse që një zarë fartë. Në zarë matë malë s'kem. Qatë derët, kër e qeni Allah gjellë, kejtë zorët hekën. Ska zarë më, qatë zarë e këna me ka përgjë, ti e s'ka ma dhe jepë. Apo? Ti e fartë në zarë me ta mshelë Allah dhe në gjenimit. A e në zarë për që të punë? A e në zarë? A e në zarë mësë me denu Allah gjë? A e në zarë? Apo si e në zarë? Nëse e në zarë, që të mësi? Nëse si e në zarë, më falë, ku më babu temën. Në zarë i në Allah. A qërë me tërkitin e kërë në zarë? Bam, 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 bam. Non stop. O, ka dalë që dola. Bam, bam, bam. Apëtan? Që në zarë i Allah. E ti tërkit e ka Allah, farë tërkit. Farë tërkit, bam, 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 bam. Ka më të qelë. Pa s'ka qare pa u qelë. Sa i ka unë të qelë, ama. Qashtu qysh tërket, qashtu vjen qelë. Tërkit fëqeshëm. Këm gullë, vazhda. Faktori i jetësimit të përgjithësis, i sjelljes së përgjithshme është trokitja e vazhdueshme, këmbgulja dhe zhtimi i vazhdueshëm për mia dal. Ka mia dal, s'ka tjetër, s'ban ndryshe. E çështu po. Ama hina Ramazan, mirë shkojmë në fal, po që s'bëhet hal inshallah, hina me 4-5 opsione. Ky njeri s'është tema jonë. Po mos vërtet. Po çështu po. Edhe në fundit të vëllazër, nga faktorët që ndihmon në ngritjen e përgjegjësisë edhe në jetësimin e përgjegjësisë, që timi të përgjithshëm, që përmana çush jeni të përgjithshëm në Ramazan, është edhe bashkëpunimi i sinqert mes vete. Jo bashkëpunu. Nëse e shohim në unitetin, për shembull, jo të përgjithshëm, a din që Ramazani më vëllai. Çush përgën Ramazan. Na duhet me kohën që këtu një për tjetrin. Tash dikon nuk e njeh, dikon e kirë, s'po them ata, çto xhamis, çto shokoleg, çto që jemi bashkë, që njihemi. Apo? Nëse na nuk bashkëpunojmë, që bashkë me tjenë të përgjithshëm, vetë në hanuku, vetë habitëm jam. Në Ramazan një. Nëse në Ramazan nuk e arun gjinimin nga përgojimi, nga shikimi, qa po këshyre Allah? Unë e shikimin. Ku e namaz? Ku e me Kur'an sot? Duhet me zveti me folë të punë. S'po thëmë ka 50 vetë, 4 vetë, 5 vetë, shok, meq, ndihmoni me zveti. Bani takime, caktuara. Po, që ndihmoni, qka sot, ku sot, qysh me abo sot, qysh këtë dita, a këtë gjemat, mu ndihmu, bashkëpunim me zvete, bashkëpunim. Nga se bashk presin malet e bartin. Ndana se kemi fështira. Na duhet më mësu me bashkëpunu me zvete për me aletsu njeri tjetën në rukëtimin për gjenet. Qështu Allahu gjellë në ndihmon ato. Qështu në ndihmon ato. Kër në shë bashkë, kër në të unifikuar, kër në shë Allahu duku ndihmuar në punë të mira, punë të bara, në dëvëqëmëri, gjdo përpjekje besimtarve që me e zbatu një urdhën, gjdo përpjekje besimtarve për më ularun nga një keqe, përpjekje për bashkët, koordinimi për bashkët, bekohet nga Allahu të barekotala. Dhe Allahu e ndihman. Kurë që i ndihman vllaut vetë, Allahu ka me ndihmu. I ndihman motrës vetë, Allahu ka me ndihmu. Dhe adin Allahu me të ndihmu. Ndihma edhe ti të, gjithë të dorën. Edhe duhet na me qenë falënderues dhe mirënjohës dhe çdo kujt që na zgat dorën e përmirësimit. Na zgjat dorën e vetëdijsimit. Na mundson që të jemi të përgjithshëm, të jemi shumë mirënjohës dhe ti. Jo më arrogancë, më thonë çapo përzihesh ti punë të tua. Jo Allah thon. Ti je puna jam, edhe unë puna jote, apo? Se nëse themi punë tua, punë të mia, atëre ku është uniteti i muslimanëve? Ku është vëllazën lloku që Allah na ka po vëllazën bashkë me tu? Ku është atë? Prandaj, të vëllazër, duhet milion banalitetet, duhet milion fjalë të kota, fjalë pa lidhje, mos pajtime e panevojshme. Po me aktivizu fuqishëm me qindre me mira, rregulla, mësime, udhëzime që jeni atë bashkë të topën, në mes përpara. Ja përshë që ka pëndodhën, vëllazër. A përshë një të do thirrje publike, pa pikë marrë, pa tro turpi, apo për asgjësim, për dëbim, për internet muslimane, para mëna. Kjo gjuhë që kishe u shku mëti, s'është ma e gjuhë, pra por rikthehet.
nga një grup grusht njerëzish, hiqi, apo, marrin guxim, edhe thrasin, apo, ta dikin Kur'anin atje, apo, në dikush tjetër. E kush e di kush e ka bo, e ky këtu, apo shikuj, apo, e mbi gjitha na me gjetash, ande, hapësira për mu dojë, mu përqoj, ku është vetdia, ku është përgjegjësia karshifes? Prandaj duhet të mos të përgjegjshëm. E përgjegjësia manifestohet në unitet, në bashkëpunim. Po, ka mos pajtime, nuk mund më u. Ka mendime ndryshe, normale në këto. Pa duhet me konë që ato kryesorja në raport apo tjera ato. I menaxhojmë mos pajtime që duhet. Ama kemi shumë arsye me konë, ma afër, mu dash më shumë, më shumë me zvete. Edhe këtë duhet të kemi parasysh. Edhe kjo është treguesi i të përgjithshëm, edhe kashifes, edhe kashin namazit, po edhe kashi agjerimit, Ramazanit. Prandaj shikojmë pse Allah e ka bën namaz me xhamat. Pse? Që pesën me kultivu këtë ndjen, se ti 27 fish namazin, ma të dashur s'e më pakonon me ty çdo. Apo prezenca jam ta shufishon se vapën e namazit tonë. Prezenca jote e shufishon namazin tëm. Çështu të bën apo? Apo prandaj na me zveti jashtojmë shpërblimet njëri tjetrit. E kena publikim. Në çdo situatë e veçanërisht në kohën tonë, në vendin tonë, në situatën tonë. Të flasim mirë, ta këshillojmë njëri tjetrin, ka gabime, po me di që mu këshillu. Por jo mu shajte, mu fyje, mu akuzue, mu distancue. Sa është kjo zgjidhje ato? Nuk vallaj nuk ka zgjidhje kjo. Zgjidhja është mu bashkë. Ka se kështu Allahu na don. Mi largu mos pajtimet, telashe, çka ka? Na më të u bashku, Allahu që ta e don. Allahu don. Prandaj nga faktorët që na ndihmon Allahu te barekuhu teala në raport me përgjegjësinë që do të kemi ndaj Ramazanit është të jemi bashkë. Të bashkëpunojmë mes vete. Me bashkëpunu. Edhe me këshill, edhe me përkrahje, e inkurajim, e me këtë format e mundshme të bashkëpunimit. Këtë që ka nevojë. Këtë që ka nevojë. Më pëlqen kapi vllazërve që organizojnë, e një vëlla ka kerr, për sa bashkëpunim me 3-4 vjet rrugës, e vinë falin sa bëjmë bashkë. Bashkëpunim. Sa i ka larg, marrëm kom problem. Unë vit më rreshat e falas. Thot, nëse kiti ki kerrën e vjet. Çka kushton kjo punë? Gjedi kanë që me rrugës. Thërë di kanë apëton për sa pa që quatë. Në Ramazan me në spakë. Ligjërat marë që të për shambullë. E ka marë. A vini dhe disë përshkoj. Po mërë që kjo bashkëpunim është punë të mira. E qëto Allah e dëna apëton. Që këto të regujmë për e si ka shi njëritetit, edhe ka shi fejës tonë Allahot edhe adorime o. Dhe kjo është nga faktorët e rëndësishëm që Allahu që barë tëra, përmes tyre në ndihmon që të jemi të përgjithshëm. Allahu në nësë që Allahut në udhëzon, ta bën të përgjithshëm me plot kuptimin e fjalës, ka shi besimi që kemi, ka shi venit ton, ka shi popullit ton, ka shi adurimeve që Allahu te barekuhu teala na ka ngarkuar me to, në veçantë tash në prag të Ramazanit. Allahu na mundsoj me arrit Ramazanin në nash të mirë. Allahu na mundsoj me arrit Ramazanin e na më të afër me zveti, më dashur, me zveti më dashur me ata me Allahun te barekuhu teala. Allahu na mundsoj që Allahu me na gëzuar me këtë Ramazan me arritje të sukseseve të mëdha në shtim të adhurimeve, në pastrim e shkarkim nga mëkatet. E bëftë Allahu Ramazan që kena me kujtu këndshëm dunja në ahiret. Na gëzoftë Allah me këtë Ramazan ditë gjykimit kur takojmë Allahun e Allahu na shpërblen për të, e bëftë Allah gëzim madh këtë Ramazan ditë gjykimit dhe Ramazanet e tjera që kanë kaluar ata që do të vinë. Na përmirësoj Allah gjendjen, na rrit Allah nga sherrri i njerëzve të ligët këqij. Na bashkoft Allah zemrat në udhën e tij, në pasun pejgamberit alayhis salatu wasalam, e u takofim gjithmonë punë të mira e në kënaqësi të Zotit te barekuhu teala. Me kaq për këtë pjesë, u takofshim me arë falëndershëm, Zoti është mbleft, i ndërum kur imam, i ndërum hoxh. Falëndershëm Zoti ruaj gjithë juve, u takofshim me të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi sallam.